Empoli ka pësuar një humbje të ngushtë me një ndaj Fiorentinës në kuadër të javës së Serie A në një përballje ku vëmendja u përqendrua te rikthimi i mbrojtësit shqiptar Ardian Ismaili. Pas disa javësh mungesë për shkak të një dëmtimi muskulor, Ismaili u kthye në fushë, duke sjellë një lajm të mirë për trajnerin e Shqipërisë Silvinho në prag të grumbullimeve për ndeshjet e radhës të kombëtares. Kujtojmë që Ismaili nuk ishte i të disponueshëm për Shqipërinë për shkak të një dëmtimi që pasoi gjatë seancave stërvitore. Ndërkohë, Ismaili ka qenë në qendër të vëmendjes edhe në merkaton e timrit dhe në përfundim të këtij sezoni del një lojtar i lirë. Sipas burimeve nga Italia, janë disa klube të cilat kërkojnë të firmosin me mbrojtësin të tashmë nuk do të kenë një shifër për të paguar. Me rikthimin e Ismailit, reparti mbrojtjes kuqezie është i kompletuar. Deri tani nuk ka asnjë shqetësim dhe Silvinho do të ketë shumë zgjedhje në dy ndeshjet e qershorit kundër Serbisë dhe Letonisë. Për të në dispozicion janë Gjimshiti, Kumbulla, Ajeti, Mihaj dhe së fundmi edhe Ardian Ismaili.